Në Gostivar uji u lëshua në përdorim, por një fshat i kësaj komune po përballet me mungesë të theksuar të ujit të pijshëm. Rreth 90% e Debreshit nuk ka ujë për pijeçë nga fillimi i vitit, pohoj nga shoqata e fshatit, që funksionon edhe si bashkësi lokale. Sipas Berat Saliut, 10% që ka ujë furnizohet nga mali, por ky ujë nuk mund të pihet. Një pjesë e fshatit ka ujë, jo i bën diku të 10% e fshatit që furnizohet me mali, ka ujë. Mi po është ujë jo i pijshëm. Dhe këtë ne e dim, dhe kjo është fat dhe fatkeqësi për shkak se ne këtë ujë nuk e konsumojmë gati se 20 vite. Tanë është ujë që vjen nga mali dhe tash çfarë burrime, çfarë ujë futet në atë bazen nuk e di. Kështu që ne nuk e furnizojmë dhe për fat kemi pasur edhe pasoja nga kjo pandemi që ndodhi. Megjithatë, pjesa tjetër do të ketë 90% e fshatit furnizohet në qytetin, ku janë dy rrjete kryesore, njëra që vjen nga rruga magjistrale dhe tjetra që themi në rruga e Zdunjës, që vjen prej lart, këto kanë mungesë të ujit gati se nga muaji 2 dhe muaji 3. Ata paralajmërojnë se nëse autoritetet komunale nuk marrin masa emergjente, do të vijojnë protestat duke bllokuar rrugët kryesore dhe institucionet. Nëse nuk merret parasysh situata e Debreshit, pas gjithë asaj që ndodhi, nëse nuk e marrin me seriozisht punën tonë që ndodhi në Debresh, që ne nuk kemi akoma ujë të pijshëm, apo ujë teknik siç e thonë ata, thonë protestat do të jenë më masovike, do të ketë ndërprerje mbas ligjit normalisht. Të rrugëve kryesore, magjistrale, autostradë, po edhe ndoshta edhe institucione tjera që figurojnë apo udhëheqin komunën e Gostivarit. Banorët tregojnë se për të furnizuar me ujë detyrohen të udhëtojnë drejt fshatrave fqinj ose të paguajnë me mijëra denar për ujin me cisternë. To bo pusto, këtë katon të kanë lënë katastrofë. Me thonë pi mujnë e 6 vjetë, e në që shumë e bë. Kena vëndo bure, shkojmë bushim, presim e në cisterna, ta e në kanë dalën që një ujë në kanë dalën në cisternas në vje, kështu që vetë me traktora, me bure, me pagjujmë këto që në bijen ka 25 euro në bure. Unë e mendoj s'kam ujë, pi janari. A që 3 muaj s'ka erdhë, as një orë, as një sekundë. A thonë se ujë lishojmë, ujë s'kina. Ujë mbajmë që me bure mbajmë, non stop me bure mbajmë. Me të bushme që te ke varet i bushme. Bushim që te me pumpa, me gjare. Për të pijë bushim brapqisht. Më 19 qershor, banorët e fshatit Debresht protestuan para komunës së Gostivarit me kova të zbrasta dhe thirrje për ujë, duke kërkuar zgjidhje të menjëhershme për mungesën e ujit të pijshëm dhe duke paralajmëruar protesta të reja. Gjatë protestës u thye edhe një xham i hyrjes së objektit komunal. Nga komuna e Gostivarit atë ditë thanë se problemi i furnizimit me ujë në një pjesë të fshatit zgjat prej dekadash dhe njoftuan se kanë nisur punimet për ndërtimin e një linje të re të ujësjellësit dhe sanimin e burimit mbi fshat, me qëllim rritjen e kapacitetit dhe sigurimin e një zgjidhjeje afatgjate.